Magnezi ju shpëton në jetën. Ja si dhe ku duhet ta merrni për të parandaluar dhjetra sëmundje. Vuani shpesh nga dhimbjet e kokës, kapslëku ose ankthi. Nuk keni përse të përdorni vazhdimisht ilaçe. Zgjidhja më e mirë është magnezi, një mineral i rëndësishëm që shumica prej nesh nuk po e konsumojnë mjaftueshëm dhe as nuk përdorin edhe metoda të specializuara për ta marrë atë. Gati 68% e njerëzve nuk marrin magnez mjaftueshëm, një mineral që luan një rol të rëndësishëm për mbi 300 reaksione enzimave të trupit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në përgjithësi, njerëzit nuk konsumojnë në mjaftueshëm perime, sidomos ato me gjethe jeshile, disa prej të cilave janë ndër burimet më të mira të magnezit dhe konsumojnë më shumë ushqime të përpunuara, që ka mungesë mineralesh, citon dietologja Kate Shields. Duke qenë se ky mineral luan një rol të rëndësishëm në shumë reaksione të trupit, mosmarrja e mjaftueshme e tij mund të shkaktojë më shumë dëme. Magnezi ndihmon në relaksimin e muskujve dhe rrjedhimisht edhe në rrjedhjen e gjakut, prandaj mungesa e tij mund të shkaktojë më shumë probleme, duke filluar nga dhimbjet e kokës, lodhja deri te kapslëku, citon ekspertja. Ky mineral luan një rol të rëndësishëm në mbajtjen nën kontroll të niveleve të sheqerit në gjak dhe ka një efekt qetësues në sistemin nervor. Prandaj mungesa e tij mund të shkaktojë rritje të sheqerit që mund të çojë në ankth dhe gjithashtu edhe në probleme të gjumit. Po ku duhet ta merrni magnezin në mënyrë që të evitoni këto komplikacione? Ndoshta magnezi mund të mos kurojë çdo dhimbje, megjithatë, duhet të konsumohet çdo ditë ushqime të duhura të pasur me këtë mineral, i cili ju siguron trupit mundësinë të funksionojë si duhet. Meshkujt duhet të marrin nga 400 deri në 420 mg magnez në ditë. Në përgjithësi, ushqimet që janë të pasur me fibër janë burime të mira të magnezit. Të tilla ushqime gjithashtu janë edhe perimet me gjethe jeshile, të tilla si sallatat, lakra, brokoli, frutat e thata, sidomos më të mira dhe më të pasurat me magnez janë bajamet, gjithashtu kungulli, djathi suedez, bishtajoret, sidomos fasulet e kuqe e të tjera. Përdorimi i këtyre ushqimeve të pasur me magnez në dietën tuaj do të ndihmojë në marrjen e këtij minerali në mënyrë më të thjeshtë. Magnezi është një mineral i domosdoshëm dhe më i dobishmi për shëndetin. Ai është thelbësor për shumë funksione të organizmit. Magnezi shërben për të përmirësuar funksionet e trurit, shëndetin e kockave, zemrës dhe gjithashtu edhe aktivitetin e muskujve në tërësi. Ai gjendet në ushqime të tilla si avokado, arrorët, barishte dhe produktet e bulmetit. Marrja e suplementeve të magnezit është e rëndësishme për sistemin nervor, për gjumin, për rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak si dhe kundër konstipacionit. Sipas ekspertëve, foshnja deri në 6 muaj kanë nevojë për 30 mg magnez në ditë. Fëmijët nga 1 deri në 3 vjeç kanë nevojë për 80 mg në ditë, ndërsa ata nga 8 vjeç kanë nevojë për 130 mg magnez në ditë. Të miturit nga 9 deri në 13 vjeç kanë nevojë për 240 mg magnez në ditë. Meshkujt nga 14 deri në 18 vjeç kanë nevojë për 410 mg magnez, ndërsa femrat e kësaj grupmoshe kanë nevojë për 360 mg në ditë. Femrat nga 19 deri në 30 vjeç kanë nevojë për 310 mg magnez në ditë, ndërsa meshkujt e kësaj grupmoshe për 400 mg. Meshkujt nga 30 deri në 50 vjeç kanë nevojë për 400 deri në 420 mg magnez në ditë, ndërsa femrat nga 310 deri në 320 mg në ditë. Mungesa e magnezit rrit tensionin e gjakut dhe gjithashtu problemet e diabetit të tipit 2. Suplementet e magnezit gjenden në forma të ndryshme në varësi të përthithjes nga organizmi. Kundër konstipacionit, ekspertët rekomandojnë magnez citrat dhe magnez hidroksid që përmirësojnë lëvizjen e zorëve. Për çdo suplement i cili mungon në dietën tuaj, konsultohuni me mjekun për të marrë sasinë e duhur, e cila do ju përshtatet më mirë kundër këtyre komplikacioneve. Shpeshherë na ndodh që organizmi jonë të ketë mungesë të lëndëve ushqyese ose edhe të vitaminave. Këtë e vëmë re në momentin që kryejmë disa kontrolle dhe analiza mjekësore. Nëse flasim për magnezin dhe mungesën e tij në organizmin tonë, mjekët gjithmonë japin sugjerimet që të merret ose në formën e suplementit ose medikamentit, ose edhe me anë të konsumit të ushqimeve të pasur me magnez.
Magnezi është një jon thelbësor që gjendet në çdo qelizë të trupit tonë. Ai ka një rol shumë të rëndësishëm në qelizat tona duke përfshirë edhe metabolizmin. Gjithashtu edhe transportin për membranat qelizore dhe hormonet lidhse. Edhe sasia e tepërt e magnezit mund të jetë e dëmshme për njeriu. Prandaj marrja e këtij minerali duhet të bëhet në mënyrën e duhur dhe të rregullt. Por si ndikon magnezi dhe çfarë ndodh në organizmin tonë nëse keni mungesë të tij? Nëse keni mungesë të magnezit, do të vuani nga kapslëku i lehtë. Një efekt anësor i njohur i suplementeve të magnezit është diarreja, dhe prandaj rekomandohen disa formulime të magnezit për personat që mund të vuajnë nga kapslëku. Është i mirë gjithashtu kundër migrenës. Testimet mbi suplementet e magnezit oral këtu janë edhe më të efektshme, të cilat e cilësojnë atë si një zgjidhje shumë efikase kundër këtij shqetësimi. Magnezi është shumë i domosdoshëm për organizmin tuaj. Gjithashtu, ai mund të funksionojë në forma të ndryshme. Dozat e duhura të magnezit kundër konstipacionit mund të jenë nga më të ndryshmet. Suplementet e magnezit gjenden në forma të ndryshme në varësi të përthithjes të organizmit. Kundër konstipacionit, ekspertët rekomandojnë magnez citrat dhe magnez hidroksid, që të cilat do të përmirësojnë më mirë lëvizjen tuaj të zorëve. Ato funksionojnë gjithashtu edhe si laksativ. Magnezi hidroksid gjenden në formën e lëngshme. Ju mund të konsumoni nga 2 deri në 4 lugë gjedhë nga suplementet e lëngshme të cilat blihen vazhdimisht në farmaci. Suplementet e magnezit gjithashtu janë të mira edhe për cilësinë tuaj të gjumit, citojnë ekspertët. Disa studime sugjerojnë se marrja e 500 mg magnez në ditë ju ndihmon që të flini më të qetë gjatë natës. Magnezi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin e sheqerit në gjak. Studimet konfirmojnë se dozat e larta të suplementeve siç mund të jenë 2500 mg në ditë përmirësojnë nivelin e glukozës të diabetikët, por këtë duhet ta merrni vetëm mbikëqyrjen e një eksperti. Magnezi është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër problemit të ngërçeve muskulare. Kërkime shkencore mbi rolin e magnezit tek muskujt janë edhe të vazhdueshme. Studimet të cilave u referohemi thonë se marrja e 300 mg në ditë zbut simptomat e kontraktimeve dhe dhimbjeve muskulare. Gjithashtu suplementet e magnezit janë të mira kundër depresionit, migrenës dhe këto duhet të merren gjithmonë nën këshillën e një mjeku. Shkencëtarët në Universitetin e Minnesotas në punimin, ushqimi dhe informacioni shembujnë rolin e ushqyerjes që luajnë në organizëm, zbuluan se lëndët ushqyese ndikojnë në organet e caktuara dhe u lejojnë atyre të kryejnë funksionet e duhura. Ekspertët tregojnë se magnezi si mineral është thelbësor për të gjitha funksionet e mësipërme. Gjendet në grur, arra dhe fara, sidomos gjithashtu edhe në fara dhe kungullit të sojës, çokoladës së zezë, perimet jeshile, bishtaja dhe të tjera. Sidoqoftë, sasia e magnezit në ushqim ndikon në përmbajtjen e tokës në të cilën ai ushqim është rritur. Dhe fakti është që përqindja e magnezit në tokë është ulur ndjeshëm gjatë shekullit të kaluar, kështu që nuk është gjithmonë e lehtë të marrësh sasinë e duhur të këtyre mineraleve edhe vetëm anë të ushqimeve. Ky mineral nevojitet për të pasur kocka të shëndetshme. Merret edhe në transportimin e impulseve nervore, relakson muskujt dhe rrit gjithashtu energjinë në nivele të duhura. Ai kontribon në shëndetin e enëve të gjakut, do të ulë presionin e gjakut dhe rrit HDL-n. Po ashtu, do të luajë një rol thelbësor edhe për kontrollin e niveleve të sheqerit në trup. Rrit funksionet imunitare dhe shpejton edhe lehtësimin e komplikacioneve. Mosmarrja e mjaftueshme e magnezit në trup mund të çojë në presion të lartë të gjakut, spazma të muskujve, arritmi dhe kapslëk. Nevoja për magnez është në rritje për njerëzit të cilët janë të stresuar, të irrituar dhe të prirur ndaj kushteve të depresionit, që kanë probleme me dhimbjet muskulare, tretjen e ngadalt, gjithashtu të atletët, gratë shtatzana dhe gratë që ushqejnë fëmijën me gji. Nëse keni simptoma të mungesës së këtij minerali, konsultohuni me mjekun për të marrë një trajtim të specializuar dhe mbi të gjitha suplementin aq sa ju përshtatet gjendjes suaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.